Në një, lexojeni Kur'anin sepse ai do të bëhet ndërmjetësim për ju. Ikra al-Quran fa innahu ya'ti shafian li ashabi, do të jetë shoqëruesi juaj më i mirë, do të jetë mburoj nga zjarri dhe do t'ju udhëzoj ka rruga e drejtë sirat al-mustaqim. Pra kjo fjalë e Allahut, që është Kur'ani. Agjeroni, sepse agjerimi ja ushton imanin, ja u pastron metabolizmin dhe ju jep shëndet të mirë dhe ju bën që të mendoni pozitivisht. Nën 3. Jepni sadaka, sepse Allahu u ashton të mirat, ju ruan nga sëmundjet dhe u lehtëson agjerimin dhe u ashton shpërblimet. Dora parë që ju jepni pra është dora e Allahut, siç thot Hasan el Basriu, pra keni dhënë dorë të Allahut atë sadaka që keni dhënë. Pra ai që jep Allahu do të jep dhe do t'ia shtoj të mirat, sepse ai po zgjidh problem tek pala tjetër. Nën 4. Shtoni dhikrin në gjuhët e juaja. Thuni subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nën 5. Shtoni namazet vullnetare se nafile, si dhe normalisht falni namazit teravin, që është brenda Ramazanit, që është namazit teravive. Nën 6. Mundoni të ushqeni sa më shumë njerëz me iftare, sepse nëse ti bësh shkak me ushqyeni agjerus, është si me agjeru dhe ti ditën e atij agjerusit. Përveç agjerimit që ti ke bërë çat ditë, llogaritet dhe një agjerim plus, do thotë që ti pe ushqen një agjerus. Dhe shpërblim më të madh se me ushqyeni agjerus nuk ka. Pejgamberi alayhis salam tha, largoni veten nga zjarri i xhehenemit qoftë me një kokër hurm. Bëhet shkak një kokër hurm që ti e jep agjerusit dhe një gotë ujë, dhe ajo mundet me kanë shpëtim për ty në këtë botë dhe në botën tjetër. Nën 7. Sigurisht se duhet të shtoni lutjet e juaja, dua të bëni më shumë, sepse është muaji i duave, është muaji i lutjeve, është muaji i sadakave, është muaji i mirësisë, është muaji i